mas juve nuk kom shka të shtoj, por du t'ju përshëndet gjithve, s'parit ju uroj Ramazanin gjithve, juve, familjeve t'juve, Zoti ma boft kabul, dhe gjithmonë mirësi në familjet e juaja. E sigurisht do të ketë shansi ynë, shpresa jonë jeni ju, njerëzit që janë besimtar, ai që nuk beson në atë që është e tij, unë nuk besoj që beson në atë që nuk është e tij, ose ai që nuk e don vetën nuk mundet me e dashur as dikuj tjetër, kështu që juve Zoti ju aboft kabul, çdo hap që e bëni dhe çdo veprim që bëni këtë jetë. Kur unë ka thirrë Miftiu për me diskutu këtë punë, unë i kom thonë ashtu si ju mendoni, unë do t'ju përkrahem. Dhe gatsu gjithmonë, edhe në projektet e ardhshme, dhe unë besoj se ju po e shefni kështu. Ndoshta ideja ime ka qenë me bo shumë matë bukur. Mirë po, ne kemi pas një institut i cili ka kontrolu punët, i cili ka kushtue që renovimi, rindërtimi, konservimi këtij objektit tjetë kështu si ka qenë. Duket se ky objekt kur është ndërtu originalisht ka qenë kështu, 1474. Një prej objekteve sigurisht më të vjetra në Kosovë, që shumë njerëz nuk duhet të trajtojnë të vetëm si xhami, mirë po të trajtojnë edhe si një pasuri trashëgimore të kombit tonë. Se ne nuk kemi ditë me rujt atë më të vlefshmen dhe çdo gjë kemi shkatëruar deri tani. Dhe nuk di a ka qenë edhe mos kujdesi ynë apo okupimi shekullor që e ka bërë drejtën. Mirë por ne duhet t'i kthehemi rajve tona dhe ta ulëmtojmë çdo gjë që është e lidhur me ne, qoftë edhe ajo e kaluar ose historike. Juve shëndet gjithve, unë besoj se nuk mundem të kaloj ose ta përfundoj këtë fjalë pa ju falenderue vllahun tim Islam Pacollit që është aty, ai djalë që me shumë kujdes ka udhëheq këto punë dhe është kujdes që dëshira ime përkryhet dhe ky objekt bëhet sa ma i bukur, bëhet sa ma i dashur për gjithë ne. Në shotin tim në Marec, ku kom lind, ne kemi pas një xhami të vogël, e cila filloi mu rëzue, ndoshta, mu rënu, dhe ne kemi pas para 20 vite një rindërtim saj, por ajo nuk mjaftoi që truhet edhe ajo objekt shumë i rëndësishëm fetar, ndoshta një prej trallëve atje ka hana e Gollakut, kam këtu kur thom objektive të vjetra, dhe ju thom se edhe ai objekt është gati dhe kisha dashur që një prej xhumove të mujt shajt që ndoshta kush ka mundësi, kush nuk ka mundësi ndoshta dhe mundemi ta ndihmojmë këtë proces, këtë organizojmë një rrugë deri atje, kisha pas shumë dëshire, kisha qenë dëshira ime, se është një objekt po ashtu i mrekullueshëm. Ju falenderoj gjithve, edhe një herë shumë mirësi dhe lumturi familjet e juaj.